Azizi në dhomën e parë fillon të shtë, aty e vret Safet Dudakovićin, e vret Srđan Simićin, Serb, edhe e vret Goran Begićin, Kroat. Në dhomën ku kam qenë unë, fillon të shtënat dhe e vret Nazim Gjananović. Në dhomën e parë kur ka shtënë, fjet kanë qenë Shefqet Paçarizi dhe Pajazit Aliu, por Rafalin e ka ndërprej një metër larg shtratit të tyre. Azizi plagën e ka pas këtu. Dhe me thonë, një hyrje të plumbit këndej dhe dalja ka qenë të kaptina e kokës. Unë edhe sot besoj që Azizi nuk ju ka rënë dorë i gjallë dhe Azizi ja ka dhënë vetës plumbin të cilën e ka pas fundi që mos me rënë Sërbëve në dorë i gjallë. Ushtrisë e kam fjallë. Azizi natën e 3 shtatorit ka qenë kujdestar, pa pushk. Dhe më thonë, në gjuhën sërbe e kanë quajtur požarni. Dhe më thonë, e ka rujtën pjesën e vetë të koridorit të qetës ku ka qenë aty. Edhe e merr një kasafort e cila ka qenë me dry dhe me dyll e mbyllur. Aty ka pas disa gjëra më të vlefshme që kanë qenë më sekrete për oficerin e qetës së tij. Por aty kanë qenë edhe 10 plumba të pushkës automatike. Azizi e merr atë kasafort edhe e the drynin, e merr një automatik, një Kalashnikov me kondakt të drurit dhe shkon te roja. Roj, përkatësisht të zavensi rojës. Ai ka qenë Rizo Alibashić nga Bosnia, ja drejton automatikun e zgjon nga gjumi dhe i thot, më jep 2 karikatur municion. Ai zgjohet, don me kundërshtu, thot, nëse kundërshton, thot, të vras, po mi dhe 2 karikatur shpëton. Ai ja jep, e merr me vete, do më thonë, vendi ku ka fjetur Zavens komandanti i rojës, ai ka qenë ushtar, po ka qenë 10 ka qenë me grad, 20 metra nga pavionit ku kemi fjetur ne. E hyp deri në katin e dytë, kur hyp në katin e dytë, i thot ik. Këtu janë fjalët e Rizo Alibashićit, i cili më vonë u dënua me 14 vjet burg edhe ai me neve bashkë. Kinse ai municionin më vonë në gjyqi në dënoi, e ka bërë dhënien e municionit Aziz Kelmendit marrëveshje me mua, çka s'ka qenë e vërtetë. Azizi në dhomën e parë fillon të shtë, aty e vret Safet Dudakovićin, e vret Srđan Simićin, Serb, edhe e vret Goran Begićin, Kroat. Në dhomën ku kam qenë unë, fillon të shtënat dhe e vret Nazim Gjananović, edhe ky bosnjak, dhe më thonë i pari dhe i fundit bosnjak, një Sërb dhe një Kroat, dhe më thonë i vrarë 2 bosnjak, një Sërb dhe një Kroat. Të plagosur ka pasur edhe 5-6 ushtarë të tjerë. Është karakteristik sepse thash ka qenë kazerë me vogël dhe ne të gjithë e kemi ditur kush ku flen. Në dhomën e parë kur ka shtënë, fjet kanë qenë Shefqet Paçarizi dhe Pajazit Aliu, por Rafalin e ka ndërprej një metër larg shtratit të tyre dhe ka marrë të një Rafali tjetër ka qenë në anën e majt kur është vrarë Goran Begići. Në dhomën ku kam fjetur unë, në fund të dhomës, ka shtënë vetëm afër derës dhe në anën e djathtë, po jo edhe nga pjesa ku kam fjetur unë. Po i potencoj këtu sepse ata inspektorët e sigurimit shtetëror ushtarak që në atë kohë quheshin zbulimi kundër informativ ushtarak apo Sërbët e quanin KOS. Ata thonin që Azizi këtu i ka bërë krejt me plan, dhe më thonë e ka ditur. Çka është edhe vërtet është e ka ditur nga ku kemi fjesë, jemi sjellur aty, ka qenë kazerë me vogël dhe jemi njohur shumë mirë njëri me tjetrin. Dhe më thonë, janë vrarë vetëm 3 nacionaliteteve. Por, ata që kanë shërbyer shërbimin ushtarak e din që jo në çdo kazerëm, por edhe në çdo dhomë janë munduar që të ketë nga gjitha nacionalitetet që një farforme të promovojnë vllazërim bashkimin e popujve të Jugosllavisë. Ka mund të qenë edhe gjitha të vritën, por nuk janë vrarë të gjithë, janë vrarë, domethënë,
2 bosnjak, 1 serb dhe 1 kroat. Unë personalisht nuk e kam parë, se kemi qenë fjet, kur i kam dëgjuar të shtënat e para, kam menduar që pësha ëndër. Por kur është qelë dera jonë dhe ka filluar afalli, më ka dalë gjumi, kam fjet në katin lartë, kam zrit poshtë, të gjithë ushtarët janë shtrirë nën krevat, edhe unë jam shtrirë, të drejtë me të thënë ato momente kam menduar mos është alarm. Se kanë qenë disa alarme të cilat i kam bërë edhe me gjujtje revolja, po nuk e dija se isha përgjumshëm. Bile ku morë, se po një ushtar ka bërdit alarm në gjuhën serbe. Edhe kur tha alarm, unë duke menduar që tash duhet vishim edhe të dalim, se kur tipët urdhri i alarmit, është dashur të veshësh të dalesh para kazermës, para dhomave të fjetës ku ke fjetur. I marri shikaj të gëzhojat e automatikut, i shoh që nuk janë plumba manevror, nuk janë plumba shkollor, ata ishin plumba vërtet, plumba luftarak. Por tani i pash edhe gjëmimet e ushtarve, se desha të në burgosërve, gjëmimet e të tjerve që ishin plagosur, dhe një Huso Kovačević ka qenë qka u bo e pyta, aj e ka po. Tha, ishte aj vendasi jëtë, onaj të tvoj zemlak. Edhe kur kemi doli jashtë në koridor, e pam që Azizi nuk është, dhe me thonë Azizi ishte. Dhe me thonë, 2 ushtarë, një ka qenë bosnjak Huso Kovačević edhe një tjetër cilit ja kom harruar emrin, ata e kam parë, unë s'kom mundur të ashtë sepse kam fjetë në fund të dhomës, dhe aj aty e ka futën vetëm kokën edhe automatikën, dhe me thonë s'kom pas mundësi me... Ata në gjykim andej kanë thonë disa që ka pas diçka kapela, por një diçka në kokë ka pas, nuk e di, ata ashtu kanë thonë, por unë e ftyrën nuk ja kom parë. Azizi aty ka shtën 2 karikatori ka hargjuar, dhe unë e besoj që e ka ndalë duke menduar që do të mbetet pa municion, në të aspekt e ka ndalë, nëse nuk i ka zgjedhur këta. Pasi Aziz Kelmendi e kreu veprën, ka zbrit shkallëve të poshtë dhe është larguar nga kazerma. Të nesërmë në mëngjes në ora 10 apo s'di sa 10:30, një 700 apo 800 metra larg kazermës, 2 pleq të cilët e kanë pas shtëpinë më afër vendit ku ka qenë, e kanë gjetë të vrarë, të shtrirë dhe me një kallash për mbi gjoks, qysh kanë thënë. Unë kufomën e kam parë, bile kur e sëllën kufomën në kazermë, disa ushtarë nuk donin të kapnin. Se atë unë nuk e dija fillimisht që a është Azizi as është. Një oficer më tha, hajde ti, duke mos e ditur ndoshta hiç që jam shqiptar. E unë e kam kap nga koka, bile truri i shkon të zvar ashtu. Ka qenë ato farë lesit që kanë qenë edhe imbuluar me qarshaf të bardhë. Edhe ushtarët tjerë të vrarë i futën me një kamion për miqu në obduksion në kazermë atje në Nish, në spital. Azizi plagën e ka pas këtu. Dhe me thonë një hyrje të plumbit këndej dhe dalja ka qenë të kaptina e kokës. Unë edhe sot besoj që Azizi nuk ju ka rënë dorë i gjallë dhe Azizi ja ka dhënë vetës plumbin të cilën e ka pas fundi që mos me rënë Sërbëve në dorë i gjallë. Ushtrisë e kam fjallë.